Vera e vitit 2025, Kosovën e shndroi në një qendër të rëndësishme të kulturës, duke tërhequr shumë vizitorë nga bota. Nga 1 deri me 3 gusht, Prishtina ishte një fuqire e festivalit Sony Hill, ku performuan artistë ndërkombëtar dhe vendor. Për 3 ditë sa zgjati festivali, mbi 100.000 qytetare frekuentuan atë. Më pas në kryeqendër të Kosovës u organizua dhe Beer Fest, të cilin jo pak qytetarë u mblodhen. Për 4 net radhazi, artistë të mëdhenj të skenës shqiptare argëtuan të pranishmit. Një numër shumë i madh i vizitorëve nga mbar bota janë në Kosovës, vetëm në vitin 2025 llogaritë të shpëtimet kanë qenë të evidentuara më tepër se 23 milion euro, ekzistojnë efekte pozitive anësore. Fitojnë do të thotë gastronomia, fiton hoteleria, fiton tregtia. Sa më tepër të kemi festivale, do të kemi edhe përparësi psikologjike, sepse qytetarët do të largohen nga kjo monotonia politike dhe debatet. Po ashtu në kryeqytet u mbajt edhe edicioni 17 i festivalit ndërkombëtar të filmit në Prishtinë, Prifest. Kategoria e filmave artistik të metrazhit të gjatë nga Ballkani ishte me 6 filma që rrëfejnë historinë prekse dhe dramatike për lirinë, dashurinë dhe identitetin. Veç filmit në Prishtinë u mbajt edhe edicioni 9 të festivalit garues ndërkombëtar Prishtina International Theatre Festival. Në këtë edicion morën pjesë shfaqje vendore si dhe të huaja. Ky festival mundësohet nga Kolegji AAB. Mirë po gjatë këtij viti, teatri kombëtar i Kosovës që i mbyllur, e kjo për kritikët e artit i jep shije të keqe vendit. Galeria kombëtare është në renovim, teatri kombëtar, po ashtu, diku i ka mos gabofsha 5 ose 6 vite që ndodhet në renovim, duke pas parasysh që ndryshe do të ishte, domethënë, të jetë aktiv ambienti i galerisë kombëtare. Po ashtu edhe skena e teatrit kombëtar do të ishte një përjetim më ndryshe, më profesional, do të ishte më i thellë, publiku kishte tamam mu furnizu kështu me nuanca artistike. Veç Prishtinës, turistët e huaj, por edhe vendasit e kishin edhe Prizrenin. Atje u mbajt edicioni 24 i festivalit ndërkombëtar i filmit dokumentar dhe të shkurtër, DokuFest 2025. Në këtë festival u transmetuan filma të huaj të metrazheve të ndryshme, por u organizuan edhe aktivitetet të tjera. Ky festival gjeneroi mbi 5.2 milion euro shpenzime nga vizitorët dhe kontriboi rreth 3.7 milion euro në prodhimin e brendshëm brut të Kosovës, sipas një studimi për ndikim ekonomik të kryer nga Instituti GAP. Kosova ka filluar më bëhet edhe një destinacion i kërkuar edhe për evropianëve, por kemi tash edhe që edhe aziatikët edhe kemi rritje, do thash edhe njerë rritja sillet prej 13-25%. Kështu që është një lajm i mirë ndoshta edhe për Kosovën. Veç këtyre festivaleve, në Republikën e Kosovës kishte edhe organizime të tjera kulturore e tradicionale. Në Rahovec përsëri u organizua Hearth Fest, festival ky që jep rëndësi të veçantë promovimit të verës së rushit. E po ashtu edhe këtu ka performanca të ndryshme të artistëve me renome ndërkombëtare, por edhe të vendor. Edhe festivali i animacionit Anibar Animation u mbajt si vjet në pej, ndërkaq festivalet e muzikës klasike dhe jazz, ngjarje teatrale verore, festivale folklorike dhe panaire kulturore u organizuan në qytete si Gjakova, Mitrovica dhe Ferizaj. Të gjitha këto sollën në Kosovë mirëja qytetar për të cilën u deshën edhe akomodim. Në bazë të agjencionit statistika që i kemi sot, ekzistojnë dikun rreth 20.000 shtretër, ma të krejt Kosovë. Kjo nuk i plotson kërkesat. Vetëm për Sony Hill do thotë njerëzia do thotë kanë shkuar dhe në Maqedoni kanë shkuar, në Shqipëri, mos flas për qytetet para Prishtinës, sepse s'ka vend mjaftueshëm. Akomodimi është ende si themi ashtu pengesë ndoshta për këto festivale të mëdha. E që Kosova të ketë edhe më shumë organizime kulturore, kërkohet mbështetje institucionale. Sidomos në qeverinë e fundit nuk kemi has. Mirë kuptim, do thotë edhe ato shkembimet ose ato takime që kemi mos nuk kanë qenë. Dhënse në shpesh kam thonë asnjë vendim i cili merret pa sepse na përfaqësojmë biznesin.
asnjë vendim që merret pa koordinuar me ne, del mendim ju i mirë. Sipas Agjencisë së Statistikave, në muajin korrik, numri i vizitorëve vendor dhe të huaj në hotele ishte rreth 77.000, prej tyre 34.40% ishin vendor, kurse 65.6% ishin të jashtëm. Kurse në gusht, numri i vizitorëve vendor dhe të huaj në hotele ishte më i lartë, afro 92.000, prej tyre 35.7% ishin vendor dhe 64.3% ishin të jashtëm.